Përshëndetje, sot po përgatisim recel qershie. Qershiat I kemi pastruar mirë edhe kemi përzgjedhur qershiat që janë të forta. Vazhdojmë edhe ja largojmë bërthamën. Për ta larguar më lehtë bërthamën e qershisë merrni një fisht edhe shumë kollaj ju largohet bërthama. Ju duhet pak kohë për ta përgatitur këtë recetë, mirë po ja vlen. Për të gjithë juve që keni qershi në oborr ose dëshironi t'i bleni, përgatitni edhe këtë recetë sepse ja vlen. Tash vazhdojmë me përgatitë shërbetin dhe për shërbet do të përdorim 2 pako me sheqer. Njëra është 800 gram e tjetra është 900 gram. Pra një pako me 900 gram sheqer edhe një pako me 800 gram sheqer. 200 ml ujë. Vazhdojmë e përzim sheqerin derisa të filloj të shkrihet. Tash duke u përzi, duke fillu që të shkrihet sheqeri së bashku me ujin, do të filloj edhe të krijohet shërbeti. Dhe në momentin që shërbeti fillon me vlu, atëherë do t'i hedhim edhe qershijat. Po vreni që veç ka fillu pra të shkrihet. Pra nga momenti kur fillon me vlu, temperaturën e kemi në maksimum. Dhe tash shtojmë qershijat, të cilave ja kemi larguar bërthamat pak më herët. Receli qershijave nuk ju merr shumë kohë, por afërsisht 40 minuta, derisa të zihet. Pasi që do t'i hedhim qershijat, unë temperaturën nuk po zvogëloj, derisa të filloj të krijohet shkumë e bardhë. Pasi kemi shtuar të gjitha qershit, pra krejt në total kam 2 kg qershi. 2 kg qershi. Vazhdojmë e përzim edhe presim që të filloj edhe të vloj shërbeti. Kur shërbeti fillon me vlu kështu, atëherë e ndalim temperaturën në mesatare. Në mesatare kena me zi për 40 minuta. Tash duke u zier, krijohet vazhdimisht shkumë e bardhë. Vazhdimisht me lugë, kështu ja largojmë pra shkumën që krijohet. Nuk është mirë pra mos me ja largu, sepse pastaj krijohet një shtresë e fortë e sheqerit mbi, pra sikur kristalizohet sheqeri. Edhe na I prish reçelin krejt, edhe shërbetin edhe reçelin. Prandaj ne vazhdojmë kështu, ja largojmë vazhdimisht derisa të zihet. Në fillim do të krijohet më shumë shkumë, mirë po duke e larguar shkumën, veç fillon edhe nivelizohet pra shkuma. Tash nuk e përzi me lugë, vetëm kështu për rrotulloj tenxherën si në video, shkuma krejt mblidhet në mes, ma let edhe ma kollaj kena me pas pra për me largu shkumën. Pasi që të kalojnë 40 minuta, do të merrni pak shërbet edhe keni me provu a është zier shërbeti ose jo. Pra pasi të kalojnë 40 minuta, që reçeli është zier në temperaturë mesatare. Nëse do ta provoni këtë recetë, jam e sigurt që të gjithë do ta pëlqeni. Pra 40 minuta mjaftojnë derisa shërbeti të zihet, e pastaj e shikoni sa e doni të trash apo pak më të hollë. Unë po e la të zihet edhe për 5 minuta shërbetin, besoj që do të mjaftoj. Reçeli është zier, do ta largoj anësh. Unë kavanozat nuk I mbushi derisa reçeli është I nxehtë, sepse do ta la që qershijat të mbushen me shërbet, edhe kështu ka vepru edhe gjyshja ime,
Prandaj edhe unë kështu po e larë, pra të qëndroj gjithë natën në shërbet ose më spaku 6 orë. E pastaj vazhdojmë edhe i mbushim kavanozat. Unë e lash për 6 orë pasi që më duk që është e mjaftueshme. Reçelin e kemi gati, tash na mbetet vetëm se t'i mbushim kavanozat. Është bërë shumë i mirë. Ja vlen të provojmë edhe një recetë tepër të mirë të reçelit. Tash po i mbushi kavanozat e pastaj do vazhdojmë edhe që t'i vakumojmë, që reçelin ta ruajmë në vend të ftoftë, jo në frigorifer, edhe ju qëndron deri në 1 vit pa u prishur fare. Kështu është kokra e qershisë, edhe e lajmë pra tash që të vakumohet. Lëngu m'ka tepru, po e la anash, do ta përdorim për diçka tjetër. Edhe pasi që t'i mbyllim mirë kapakët, tash i vendosim në tenxhere ku do të shtojmë ujë, edhe i la me vlu 15 deri në 20 minuta kështu, e pastaj pas 20 minutave i largojmë nga uji edhe i vendosim në një peshqir ku do t'i mbuloj edhe do t'i la të qëndrojnë deri të nesërmen, kështu bëhet edhe vakumimi i kavanozëve edhe pra reçeli ju qëndron deri në 1 vit pa u prishur fare, s'keni nevojë me rujt në frigorifer. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër.